Të shpallet gjendja e emergjencës së jashtëzakonshme, kjo ishte kërkesa e aktivistëve të Lëvizjes Bashk, të cilët protestuan mëngjesin e së premtes përpara bashkisë së Durrësit, teksa një pjesë e mirë e territorit të këtij qarku është në ujë prej 3 ditësh. Protestuesit kërkuan hetime të thelluara për hidrovorin e Porto Romanos, si dhe për zbardhjen e shkaqeve të vdekjes së Astrid Hysenajt, punonjës i ndërmarrjes komunale, i cili u gjeti mbytur në një kanal në zonën e Shkëmbit të Kavajës. Pika më kryesore është shpallja e emergjencës. I gjithë këta që kanë bërë shkeljet meritojnë vendin e burgut. Hetim thelluar për hidrovorin e dytë, i cili duhet kishte dhënë një përgjigje, pa asnjë përgjigje nuk i ka dhënë qytetarit dhe shohim që gjithmonë më tepër situata është agravoar. Kërkojmë hetim për sa i takon çështjeve të planifikimit urban, të drejtorisë shkollimeve, që i kalon gjithë këto çështje dhe asnjë lloj ekspertize teknike. Kërkojmë njëkohësisht investigim për punonjësin e bashkisë Durrës në ndërmarrjes së shërbimit komunal, i cili vdiq mesin e darkës. Protestuesit i cilësojnë përmbytjet e herpashershme të Durrësit si krim kundër njerëzimit, pasi banorët nuk janë dëmshpërblyer as për përmbytjet e mëparshme. Por qytetarët mbi të gjitha meritojnë jo llafe, meritojnë dëmshpërblim real, dëmshpërblim me ligj, me firmë dhe me vull të njohur në parlament dhe nga kryeministri i Shqipërisë. Të përmbyten banorët e lagjes 15 është krim kundër njerëzimit të vashava. Ne atje kemi shtëpi që kemi bërë me mishe me thonjë. A do marrin dëshpërblimin që u takon për këtë dëm, i cili, le ta themi, është institucional, nuk është i natyrës. Si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut dhe të daljes nga shtrati të lumit Erzen në qytetin e Durrësit dhe njësitë administrative, për llogariten mbi 1000 banesa të përmbytura dhe rreth 335 biznese. Po ashtu, banorët e njësive Sukth dhe Katon të Ri u evakuan me emergjencë, ndërsa në total, për gjithë bashkinë Durrës janë evakuar mbi 300 banor.